Hyrfejeci Murati, profesorin Feta e kam dashni. Kësha me thonë një prej figurave më të shquara, më të dashura për të gjithë ne, sepse ju të gjithë e njefni më mirë se cili një njeri që ka dhënë gjithat kontribut për gjithë qytetin e Mitrovicës në kohra të ndryshme. E unë, para se me fillu përurimin e këtij libri, e këtyre librave që sot na ka mbledhur profesori Feta, du me kërku falje publike profesorit Feta për një libër që e kam dorëshkrim për figurën e tij, sepse nuk është se unë jam vonu që s'kam pas kohë, por shumë vështirë me shkru për një figurë sikur Feta Batiri. Ideja ka qenë e bashkëshortit tim Naimit për me bë një libër për profesorin Feta dhe kemi marrë një ndërmarrje bashk me bë një libër për të, po profesorët e nderuar e dinë që për me shkru një roman, nuk shkruhet romani sa me prodhu punë norm ditore, por kërkon kohë, ndoshta kërkon vjet, edhe para se të vija këtu në përurim, po i tregoja profesorit Feta Besnik Camaj që do t'jem këtu, dhe ai e tha një libër të tij që po i merrte kohë 10 vjet që se ka shkru. I thash, mirë që në kam unë në fillimet e mia të vonesës, megjithatë nuk do të bëj 10 vjet për shkrimin e librit, kam rrinë në gjys dikun, por me të vërtet nuk është lehtë me shkru për Feta Batirin, prandaj po mendoj që ndoshta ka me dalë një libër i mirë, e kemi me mbledh prapë bashk për me përuru atë libër sa është si qytet, si njeri i këtij qyteti. Faleminderit shumë profesor Feta që na ke mbledh sot këtu. Faleminderit ju të nderuar që keni nda kohën tuaj të çmuar, faleminderit panelin nderuar sot që jeni këtu. Një arsye shumë e madhe është sot se kemi zgjedhur këtë ditë në 91 vjetorin e albanologut të madh Wilmar Quick, i cili ka bërë studime shumë të mëdha për albanologjinë, ndoshta ka njëherë i kalon edhe studiuesit shqiptar për gjithë atë punë që ka bërë. E profesori Feta Batiri me këtë drejt i kushton një studim pak më të gjerë, më të veçantë veprës Quickit. Në ditëlindjen e tij të 91 sot, zoti Quick ka dërguar edhe një letër përshëndetëse dhe më lejoni ta lexoj për ju. Gati e pabesueshme, 91 vjet kanë kaluar në këtë tokë, ku nisa unë të ecë, vite me këngë, me njerëz, me freskinë e pyjeve, me aromën e luleve. Pa lule nuk mund të jetoj poeti, dhe me kujdesin e të dashurve të mi. Një ditë prilli si vjet isha përsëri në mes të anemoneve të bardha në gjirin e pyllit. Edhe njëherë në pyll, me kujtimet e pishave të larta afër vatrës ku u rritha. Ju falenderoj për nderimin që më bëni me pjesëmarrjen tuaj në këtë përurim librash. Dhe dua të shpreh mirënjohjen time miqve të vjetër, Feta Batirit, Elza Sheqirit, për një punë plot për kushtim dhe kujdes për të krijuar 2 libra që kanë të bëjnë me jetën dhe veprimtarinë time. 2 lule me aromë suedeze dhe shqiptare. Ju uroj një ditë të bardhë, thot Wilmar Quick. Apo e them mirë emrin e tij, profesor? Ulmar Quick. Se është një shqiptim. Nuk është vë, po është je. Mirë, unë do me thanë, unë nuk faleminderit për korrigjimin, sepse vërtet kisha dileme nëse po ja thoja mirë emrin e tij apo jo. Ulmar Quick. Një studios vërtet shumë i madh, edhe derisa po shpjetoja për të, pash një biografi shumë të gjerë, kam pasur rast të lexoj edhe në librat e fesarit kombëtar të mërgatës shqiptare në Suedi, ka disa shkrime të botuara në vëllimet e atij fesari, por pash edhe dorëshkrimin e librin në dorëshkrim profesori Feta ma ka dërguar për këtë punë që ka bërë për këtë fesar. Fidanëve të tyre ata u japin emra shpresdhënës. Nëse do të rriteshin fëmijët, ashtu gjithmonë si duan prindrit. Fatet shqiptare, sa të rënda, sa tragjike, sot pa kuptimta, si ironi therse në imagjinatën e sëmur të gjelatit. Fatet e njerëzve në kohën e dhunës së diktaturës u bën si kur jeta po luan shah me dreqin. U vra,
u vra lumnia 12 vjeçare gjatë sulmeve të armikut serb. Në Tropoj, një plumb shpoj trurin e Fatmirës 17 vjeçare. E pas një jave, ajo u shlirua nga dhimbjet dhe ndroi jetë në spital. Lumi i vogël vdiq nga kanceri, por ai do të kujtohet gjithmonë nga vargjet e babait të tij vjershëtar. E sot lindi dielli përsëri. Po zhduket koha barbare, koha e zezë, Liridona po zgjedh profesionin e ri dhe djalin që ja do zemra. Gëzimi po shërohet nga sëmundja e rëndë dhe bëhet një sportist i dalluar. Lavdimi gjyqtar i respektuar, i drejtë e lufton kundër korrupsionit. Vjollca në Klokot jep masazh të mirë me duar të forta e të buta. E Lulzimit, shoku të saj të punës, i çelet dita me bekimin e pacientëve. E fatet shqiptare në ditët tona të paqes. Le të bëhen si dielli që ndriçon mbi fushat tona të lumtura. Le të bëhet si shiu i butë që po presim bimët, e le të japim forcë dhe nam emrit shqiptar në përbot. Le të rritën lule bjeshke e pyjet të dendura që mbulojnë plagët, e le të çrënjosim fjalët të kopshme dhe shpirtrat dhe zemrat e lënduara. Faleminderit. Një përshëndetje kështu për të gjithë. Është sot një fest kështu e veçantë për librin, me që në qytetin ton po përurohen 2 libra për albanologun Ulmar Kvik, poetin, gjuhëtarin, historianin besa, mikun më të madh të shqiptarëve, i cili ka bërë shumë për çështjen tonë dhe sigurisht një fest edhe në Prishtinë atje, ku me 11 pardje apo i bie kështu, është hapur panajiri i librit, vazhdon deri me 15, pra është një fest e librit kështu e veçantë. Edhe përvjetori i pavarësisë së Kosovës kështu. Profesori Feta Bahtiri ka bërë një punë jashtëzakonisht mirë për të na ofruar edhe ne këtu në Mitrovicë, për ta njohur me një albanolog të veçantë, për një mik shumë të mirë, Ulmar Kvikun, që pikërisht sot mbush 91 vjet. I urojmë edhe shumë vitet e tjera. Unë për vete kam bërë kështu një shkrim mjaft të gjatë, po do të përpiqem ta reduktoj kështu sa është e mundur për pak minuta. Përurimi i këtyre 2 veprave me vlerë të madhe kushtuar një personaliteti shumë të rëndësishëm të dijes suedeze dhe shqiptare, është kulturë e mirënjohje që i përket kryesisht sferës morale, marrëdhënieve shpirtërore e gjithnjerëzore. Ky përurim bëhet në shenjë të 91 vjetorit lindjes Ulmar Kvikut. Prandaj shprehim një falënderim të veçantë profesor Feta Bahtirit, i cili krahas monografisë Ulmar Kvik Albanolog Plus, vjen edhe me vëllimin Ulmar Kvik 91, kryesisht të përmbledhura 91 poezi që simbolizojnë, si thuash, 91 vjetorin e lindjes tij. Ky mik i madh i popullit tonë, i cili ka bërë shumë për çështjen shqiptare, për ndriçimin e historisë,
të gjuhës, të kulturës sonë, do të ketë vendin, si thot populli, në balë të gjakut, kështu. Unë për vete asnjëherë nuk e kam takuar, e kemi parë në fotografi, besa në vitin 2012 është promovuar monografia pjesë e parë në kult të Isa Boletinit dhe ka qenë sigurisht ai tharmi që i është hedhur, si thua, brumit madh të materialit që kemi sot këtu dhe ka dalë një vepër e formësuar, si thua, në të gjitha aspektet kështu. Me qenë se në libër janë theksuar disa nga cilësitë njerëzore të Ulmar Kfikut, nuk kam nevojë t'i përsëris, me qenë se autori i ka përmendur në libër. Unë do të thoja vetëm këtë se që më bëri edhe përshtypje një fjali e tij, edhe nëse do t'jetoja edhe një jetë, do t'ja kushtoja shqiptarëve dhe do të bashkëpunoja e veproja me ta. Kështu disi e thotë. Kjo na bën thjesht krenar, na bën edhe na motivon shumë për të bërë edhe ne pak më shumë. Kanë bërë të tjerët, profesori i ka përmendur, jo veç albanologët e intelektualet në Suedi, po edhe gjithandej në për Evropë, bot, austriak, gjerman, italian, pastaj kroat besa e disa të tjerë, me emra kështu i keni, dhe neve thjeshtë na bie që të punojmë më shumë dhe fundi e kemi një bazë të mirë të punojmë mbi atë që kanë punuar e vepruar disa prej autorëve të huaj, si Norbert Jokli e të tjerë, dhe të dëshmojmë se vërtet e meritojmë kështu hyrjen në familjen evropiane e botërore kështu. Përmbajtja e monografisë Ulmar Kfik Albanolog Plus është mjaft e pasur dhe larmishme, veprës i parapri një parathënie mjaft e thukët kështu, ku autori për protagonist ka këtë njeri me vlera. Ate ka konceptuar, si të thuash, në 12 kapituj, unë nuk do t'i lexoj të gjithë, vetëm të them se në të parin, pra, kemi personalitetet të njohura suedeze të angazhuara për çështjen shqiptare. Temën bështë e përbën kapitulli 2 që ka titullin Biografia e Ulmar Kfikut, ku autori Feta Bahtiri shkruan për biografinë e tij, për prindrit, për vendlindjen, për fëmijërinë e rininë, për shkollimin fillore të mesëm të lartë, për karrierën e tij si mësues, pastaj për pasionin e tij për gjuhën shqipe në moshë shumë të re kështu, për njohjen me një shkrimtar tonin që edhe unë e kam për shpirt se kam arritur të lexoj 2 veprat e tij. Ramadan Rexhepi është duke dikun i përshevës, apo pro? Nuk e di, po e di që ka dalë moti atje dhe ka vazhduar e punuar edhe në fushën e letërsisë kështu, dhe ka lënë gjurmë jashtëzakonisht të mira. Pastaj në kapitullin e radhës, të tretin e të katërtin, autori bën fjalë për veprimtarinë e Ulmar Kfikut, sidomos për angazhimin e tij në fushën e letërsisë e kulturës, në kërkimet shkencore e tjerë. Është vështirë, të them drejtën, me qenë se
profesori si më tha do t'u adhuroj nga një libër dhe ju do t'i lexoni ato, më ka bërë përshtypje të jashtëzakonshme, sidomos studimi profesor për këngën Gjergje Lezalis. Gjergje Lezalis. Po, në studim. Them sinqerisht, ne kemi mësuar një tërsinë popullore dhe kemi lexuar recente, po ka bërë një analizë të jashtëzakonshme, që sigurisht në këtë drejtim kanë bërë edhe sesioni folklorit në Tiranë, e në Kosovë, mendoj në Prishtinë e tjerë, po edhe atje, domethënë, Ulmar Kviku është prokupuar për folklorin shqiptar. Në kapitujt e radhës është studimi Suedia dhe suedezët në veprën e shkrimtarëve shqiptar, duke kërkuar atë Anton Harapin. Na pak dim për këtë njeri që ka qenë një prift dhe them drejtën ka qenë edhe në regjencën shqiptare në vitin 1943 me difrashin e të tjerë, po e jep dhe ndriçon personalitetin e tij nga disa këndës, si thuash, edhe si njeri, edhe si veprimtar, edhe si shkrimtar, edhe gjuhëtar, edhe gjitha. Po ne kemi mësuar gjithë shkollën e mesme kështu një trup që nuk absorbon edhe nuk mund të reflektoj. Ai ka lexuar shumë vrehet, ka akumuluar shumë njohuri e dituri, andaj edhe na ka ofruar gjëra edhe ne kështu që profesori thjesht i ka studiuar më mirë edhe na i ka ofruar në librin që kemi përpara. Këtu flet për edhe autorët shqiptar të cilët kanë marrë motivet e veprave të tyre nga ai mjedis, si mendoj Fajkonicat e Dr. Gjilpëra ose Petro Marko ose disa autorë të tjerë, po nuk i anashkalon, si thuash, edhe autorët tanë më eminent, si thuash, si Ismail Kadaredri, Turagolli e Riza Shaqiri, apo? Shaqiri e disa të tjerë kështu. Kjo është më rëndësi se thjesht ai edhe si pjesëmarrës në atë javën e albanologjisë në Shqipëri, në Prishtinë, thjesht ka qenë 2 herë dhe ka përcjell plot gjëra që lidhen me gjuhësinë tonë. Dhe mos t'ju vënoj shumë, ka kapitulli 7, vlerësime e shkrime për Ulmar Kvikun. Kemi disa shkrime të Riza Sheqirit, Shefki Osekut, Murat Gecajt, Feta Bahtirit dhe për veprimtarinë e tij kulturore, letrare e tjerë. Në kapitullin e 8 kemi intervistat Ulmar Kvikut, ku janë përfshirë 4 biseda të tij. Kështu, në kapitullin e 9, 10 dhe 11, në vërtet këta kapitull i flasin për interesimet e Ulmar Kvikut edhe në fushën e radios ndërkombëtare. Do me thonë ka qenë edhe është, ka qenë, po është një personalitet, si thuash, i gjithanshëm që është interesuar për jo vetëm për gjuhën shqipe dhe ka shkruar poezie, prozë, studime, po është marrë edhe me problemet e tjera. Për shembull ka shkruar për insektet, për pullat, postare, plot gjëra të tjera kështu. Libri përmbyllet me një rezume prej 3 faqesh shkruara në gjuhën shqipe dhe suedishte, anglishte
anglisht, ndërsa shoqërohet me një literaturë mjaft të begatshme, si thuash, në fund të librit. Monografia Ulmar Kvik Albanolog Plus e autorit Feta Beatiri është shkruar me gjuhë të pasër, me një sintaks mjaft të rregullt, me stil të qartë gati deri në metikolozitet, të me thënë për pikëmëri, si thuash, kështu sqarim plotës ende. Autori duke përfillur me rigorozitet kriteret shkencore që kërkohen në përpilimin e monografive, ka arritur të japë jo vetëm një shembull të denjë të mirënjohjes dhe të miradijes shkencore, por edhe shumë më shumë. Fare në fund, edhe njëherë e përgëzojmë autorin kështu Feta Beatiri, duke i dëshiruar shëndet e suksese të reja, nga ky tubim në Qendrën e Kulturës Recep Mitrovica, që të gjithë e dim ka lindur këtu, ka qenë firmëtar i shpalljes pavarësisë 1912, ka qenë përgjegjës i arsimit, ministri i arsimit gjatë viteve të 1922-24, udhëheqës apo më mirë them kryeredaktor i Bashkimit Kombëtar, një gazetë jashtëzakonisht e rëndësishme që ka dalë në Vjenë dhe Gjetiu, kryeministri i Shqipërisë, kryetari i lidhjes dytë Prizrenit, po më je keq kështu që po ju ngarkoj ndoshta me këto detaje, po megjithatë nga ky vend thjesht që mban emrin e këtij personaliteti të shquar të Mitrovicës, i urojmë Ulmar Kvikut edhe shumë vjet me shëndet mirë e profesor gjithashtu shëndetet mira. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit profesor Fazliajrisi, gjithmonë kemi çka mësojmë e çka dëgjojmë për ju, kënaqësi gjithmonë me ju dëgju. Dhe vërtet është një nder i madh me shënu këtë ditëlindje të këtij albanologu në këtë format, në një qytet kaq me përmbajtje, siç është Mitrovica, me figura të mëdha të kombit në periudha të ndryshme. Një prej figurave të mëdha është profesori Feta. Unë kam lexuar, kam studiu pak figurën e tij dhe e kom parë rrugën çu ka shku profesori Feta në Suedi, çka ka kaluar atje, dhe vërtet është nder i madh edhe për kombin ton, se si një refugjat pa njoftë e pa ditë as edhe një adresë atje, as një rrugë, dëpërton me njoftë intelektual, edhe me deri në atë shkallë, sa me punu me pas veçasje në institucione, me gjetë një albanolog të tillë, me studiu figurën e tij, edhe çush e pash Ulmar Kvik kishte filluar me studiu gjuhën shqipe që për 69-s, dikon 1969, në 70-ën shkon për herë të parë në Tiranë, edhe atje fillon përveç gjuhës të mësoj edhe për kulturën, edhe për folklorin, e profesori Adem Zënjullau ka më na fol pak më mirë edhe për librin e dytë të poezinë e Kvikit edhe të Feta Beatirit, por edhe për këtë departamentin e folklorit që kene në Institutin e Albanologjisë, besoj që aty ka një thesar të punës që është bërë. Fjala për ju, profesor. Faleminderit. Përshëndetje të gjithë. Çdo promovim librash është një ngjarje e rëndësishme. Më duket se ky sotëm ka një vlerë të posaçme. Posaçme për dy arsye. Një, pse bëhet fjalë për një autor me përmasa gjëra ndërkombëtare që shkruan për shqiptarët, dhe dy, për një autor i cili është marrë me të si Feta Beatiri, që ka një biografi mjaft të begatë si në krimtari, ashtu dhe në veprimtari kombëtare. Unë kam shkruar një studim të gjerë për poezinë e Ulmar Kvikut, cilin e kam përfshin libër, tash do të del në Institut Albanologjik, por këtu do të lexoj një verzion më të shkurtër. Titullohet Shqiptarët në ligjërimin poetik të Ulmar Kvikut.
Sipas traditës etnokulturore shqiptare, ta duash veten, shoqërinë dhe kombin tënd është obligim individual i përbashkët gjatë historisë. Ky virtyt i lartë njerëzor e kombëtar është trashëguar e përcjellur brez pas brezi deri në kohën e sotme. Por ta duash, ta mbrosh, të kujdesesh, të kontribuosh për të mirën e një populli tjetër, me të cilin nuk të lidh gjuha as gjaku, përpos ndjenjes së humanizmit gjithë njerëzor, është nder, madhështi dhe pavdekësi. Historia dëshmon se edhe popujt e vegjël kanë vlerat e veçanta të çmuara, madje të shumta që nuk i hasim të popujt më të mëdhenj. Këto vlera i vretën edhe të huajt. E kalora historike ndaj popullit shqiptar ishte pa drejt, do shtrënguar. Nuk i dhuroj atë që meritoj krahas popujve të tjerë të botës, ndaj me sheku shqiptar bën përpjekje, qëndresë, luftë dhe sakrificë sublime për të mbijetuar. Këto vlerat e larta njerëzore të huajt, studiuesit e fushave të ndryshme me kohë i hetuan dhe i gjurmuan, ndaj u morën me rënjën tonë në këto hapësira ballkanike. Shumë prej tyre ja kushtuan një pjesë të jetës, por ka edhe të tillë që gjatë tërë jetës u morën me çështjen dhe problematikën shqiptare, me gjuhën, traditën, kulturën dhe me historinë siç janë. Thunmani, Pederseni, Robert Elci, Malcolmi, Schmidti, Hani, Wilhelm Liku, Edith Durham, Milan Shuflaj, Gustav Meyer, Norbert Jokli e sidomos Ulmar Fiku, i cili një jetë të tërë ja kushtoi popullit shqiptar duke hulumtuar e duke trajtuar gjenezën, gjuhën, traditën, etnokulturë, krijimtarinë shpirtërore, gojore në letërsinë e kultivuar. Ai më mirë dhe më bindshëm se të gjithë të tjerët e dëshmoj, e hartoj dhe e trajtoj gjeografinë e identitetit të popullit shqiptar në periudha të ndryshme jetësore e historike. Një jetë kushtuar popullit shqiptar. Për Ulmar Fikun dhe veprimtarinë e tij shumë dimensionale ndaj shqiptarëve me rastin e 91 vjetorit të tij të lindjes, Feta Bahiri, njeri ndërnjohësit dhe miku më i mirë i tij, ja botoi për mbledhjen me 21 poezi në gjuhën suedeze, të cilën më pas edhe e shqiproi. Do të theksuar se 91 poezi, numër mitik në rrafshin simbolik nënkuptojnë gjatësinë dhe veprimtarinë e tij gjuhësore, kulturore, historike, politike dhe diplomatike kushtuar popullit ton që e deshti dhe e do me tërë qenien e tij shpirtërore dhe krijuese. Ulmar Fiku, ambasador i kulturës shqiptare në Suedi e në disa dokumente e intervista të ndryshme e shpërfaqi për kushtimin e tij. Çka do të thotë se ai me kohë e kishte formuar një kod të pathyeshëm të dashurisë, të përkushtimit, të miqësisë dhe të përjetësimit të dy popujve gjeografisht të largët me gjithë të veçantat dhe të përbashkët, por ndjeshmërisht shumë të afërt dhe të përzemërt. Ai, më mirë se çdo kusht tjetër e kuptoi identitetin shqiptar, fatin e tij, rënjen e ngritin e tij në përballje me historinë e qëndrueshmërinë, luftën, sakrificën për lirinë e shtetformim, por edhe dashurinë ndaj rënjes, ndaj gjuhës, traditës kulturore, tokës e qiellit shqiptar, që shumë herë u rrezikuan nga të tjerët më të fuqishmit e të përgdhelurit nga të mëdhenjt. Të gjitha këto drithije, vujtjesh, qëndresash, luftrash, sakrificash të popullit ton në përballje shekullore me kundërshtarët e ndryshëm, Ulmari i artikuloi bukur në këto vargje poetike. Romak, vandal dhe kryshtar, turq, serb dhe malazez, italian dhe gjerman, të gjithë janë vërsulur këndej. Ulmar Fiku, për tërë këtë relief, dhembjesh, tragedish e krenarish të shqiptarve, është frymzuar nga balada e njohur Razafa në Shkodër. Çka do të thotë se ky eurodit i madh i njeh shumë mirë edhe krijimtarinë gojore të kombit ton, sidomos zhandrin e baladës si kryevlerë e artit popullor.
rrugtimin historik të shqiptarëve, ai e paraqitin në mënyrë simbolike dhe sintetizuese me anë të këtyne vargjeve kuptim plotë. Të jesh i vogël, por të qëndrosh i fortë, do të thotë sakrificë dhe humbje. Kështu është ndërtuar fati shqiptar me gurë e rëndë të historisë. Po të vështrohet me kujdes krimtaria poetike e Ulmar Kfikut, pothuajse në shumicën e saj, ky poet është identifikuar tërësisht me fatin e popullit shqiptar. Ai është i vetëdijshëm se shqiptarët gjatë rrugtimit të tyre jetësor e historik kaluan nëpër shumë muktira të kohëve pa mbarim, pa diell, të cilat u sollën dhemje, tragjedi të vogla e të mëdha, individuale, shoqërore, kombëtare, por të cilat sipas Ulmarit i përballuan dhe i mbizotruan stoikisht, duke ecur vertikalisht dhe krenarisht drejt fatit të tyre. Shqiptarët shumë herë u dogjën dhe u rilendën si zogu i diellit Feniksi. Ata, edhe në këtë kohë e mot pa diell, më thojza, fidanëve të tyre u japin emra shpresë dhënës. Për të nesërmen të ndruar, të projektuar në vizionin e tyre të lumtur e mendje ndritur, të keqen që e rësoj qiellin shqiptar, poeti kohë pas kohë e konsideron si diçka të përkohshme që vjen e shkon, merr me vete atë që i takon, me nxyrën dhe të nesërmen lind dielli ditë e re me diell. Për plot shpresë që shëron e lumturon, sot lindi dielli i ri, po zhduket koha barbare. Kohë e zezë, lindin zojt profesionin e vetë. Dhe djali që ja do zemra, fatet e shqiptare, poezia. Meditim në poezin e Ulmar Kfikut. Në përmbledhjen 91 të Ulmar Kfikut, një numër të konsiderueshëm të tyre i shon ligjerimi soditës, meditativ, theksin nostalgjik të poetit për të kaluarën, të sotmen, shpresën për të madhërishmen, të pavdekshmen, si qëllim kryesor i subjektit lirik. Ai shpreh njësi për fenomenet dhe të kuritë ndryshme natyrore e njerëzore, për bukurinë dhe shëmtin si kategori estetike, për drithijet që vijnë e ikin, duke lënë pas vetes bresa kujtime, dashuri, dhembje, nostalgji, të ky poet vijnë e artikulohen rrjedhshëm në mesazhe, imazhe të mirëfillta, përmbajtësore, artistike, me ngjyrim meditativ e filozofik. Kujtimi për të shkoren, djalerin, miqësinë, me të dashurit, me të gjitha nuancat joshse dhe irrituese, si drëntafili me gjemba në qenjen dhe në frymëzimet e poetit, janë një balade fshehur me shtresa në shtresat të ndryshme, të cilat me kalimin e kohës shpupurishen dhe marrin trajtën e legjirimit elekuant, duke bërë subjektin lirik herë të gazmur e herë edhe nostalgjik. Zëri i brendshëm në tërgon. Sa je i gjallë ke dashurin, sa je i gjallë ke bukurin, sa je i gjallë ke mirësin, sa je i gjallë ke mëshiren, dhe vdekje nuk ka. Jeta përtrihet me formën e re. Rrugtimi jetësor i njeriut në këtë botë, sipas Ulmar Kfikut, është një proces dialektik që ka fillim dhe mbarim, por që sipas tij çdo fund e ka një fillim të ri që nga shnjen e premton, ndaj në këtë udhtim ka madhështi, pavdekësi në çdo gjë që është e bukur, e dashur, e përjetshme, e dobishme për njerëzimin, që shprehet bukur në fjalë e në art. Natyrisht, njeriu se pranon vdekjen, dëshiron të jetojë, të arrijë atë që se ka arritur dot, por koha është e pamëshirshme, kalon dhe nuk kthen merr me vete të mirën dhe të keqen, gazlimin dhe hidhrimin, të bukurën dhe të shëmturën. Rëndom poetët e sfidojnë vdekjen me frymëzimet dhe ligjërimet e tyre poetike, secilin mënyrën e vet. Ata gjatë dhe pas jetës me fjalën e bukur, elekuence, pavdeksojnë
veten dhe të tjeret, duke lënë vepra që shërbejnë breznive, artit dhe shkencës. I tillë është Ulmar Kfiku. Kohëve të fundit Ulmar Kfiku, sikur se e ndjen vetë në vete, e kupton se koha mosha po e bën të veten, po ikën, po nuk e pranon pleqërinë as vdekin. Edhe në moshë të shtyrë e do jetën, i do njerëzit, dashuron lulet, lumin, diellin, gjelbrimin, ndaj me një qëndrim stoik, me ndjendritur e frymëzim elegant, i sfidon hijet që duan të arrendejnë. Ballafaqimi i tij me të papriturat, me të padëshirurat, me hijet që i sillin vërdall, ai klith në vargje, që i shqunë toni krenar dhe melankolik. Dielli më tregon se rrezet e tij i kam vetëm si hua. Lulet tregojnë se bukuria atyre është e përkohshme, dhe se lulet është edhe jeta, diçka kalimtare. Ende jam në diell, ende po shetis në mes të gjelbrimit, por hijet bëhen si gishtat që duan të me kapin, për të me futur në dhej. Ulmar Kfiku, dashurin, respektin dhe adhurimin e patundur ndaj shqiptarëve, e shfaqi botërisht në për të gjitha fazat e jetës dhe të veprimtarisë së tij. Në mënyrë të veçantë ai dha zë rrënjesh lashësisë së shqiptarëve në hapësirat ballkanike, zhvillimit dhe qytetërimit të tij në të gjitha fushat e jetës, të historisë, të traditës etnokulturore e gjuhësore, krahas popujve më të qytetëruar të botës. Të tëra këto Ulmari i shpreh me anë të këtyre vargjeve të rrjedhshme fatet e shqiptarëve në ditët tona të paqes. Le të bëhen si dielli që ndriçon mbi fushat tona të lumtura. Le të bëhen si shiu i butë që po presin bimet. Le të japin forcë dhe nam emri shqiptar në përbot. Një përmendore artistike ambasadorit të kulturës shqiptare. Poezia e Ulmar Kfikut është dëshmi e një bote të pasur, ideore dhe emocionale, e cila me legjërimin poetik është e veçantë, elokuente, si në aspektin e procedimit krijues, ashtu dhe të artikulimit dhe të realizimit artistik e estetik. Kjo përmbledhje me 91 poezi, me tematikën dhe motivikën që trajton në fushën e poezisë sonë, por edhe më gjerë, pa dyshim zë një vend të veçantë si vlerë, ndaj botimi i saj në rrafshin kuptimor, artistik e shkencor, mund të konsiderohet si një përmendore artistike e këtij poeti e ngritur me rastin në 91 vjetorit e lindjes së tij si ambasador i kulturës shqiptare. Do thonë se Ulmar Kfiku në veprimtarinë e tij krijuese u ndje e mendoj, shkroi për herë sikur të ishte shqiptar, ndaj më mirë se çdo kush tjetër nga Evropa e bota që u morën me çështjen dhe problemet shqiptare. Ai e njohu në gjërësi dhe thellësi popullin dhe problemet e shqiptarëve. Ndaj angazhimi i tij me fjalë, me shkrim, u aqer maskën dashakçive, intrigantëve, gënjeshtarëve, mitizuesve që me sheku i thurin dhe vepronin kundër nesh. Në vazhdimsi do të ndrohen stinet, motet, brezet, do të fryjnë errat, kohra të ndryshme, por në mendje art e kujtes, kur nuk do të afshin emrin e mikut të madh të shqiptarëve, Ulmar Kfiku, i cili tërë potencialin e tij jetësor, mendor, ideor, diplomatik, gjuhësor, artistik e njerëzor e vuri në shërbim të kombit shqiptar, duke u bërë pjesë e tij zë i fuqishëm në kohë e hapësirë të caktuar jetësore e historike në shtetet skandinave, në Evropë dhe në botë. Shqiptarët në sajt e këtij eruditit të madh, veç mas me paraqitjet e tij bërë për të mos u harruar asnjëherë si njeri krijues dhe mirënjohës i popullit tonë. Ju faleminderit dhe urime Faleminderit profesor. Ju lutem. Sa studim e analizë kritikë mbajtësore, kënaqësi me ju dëgju profesor për një studios kaq të madh të gjuhës shqipe.
vërtet nder për të gjithë intelektualet tanë që kanë pas përvoja të shohin albanolog në Prishtinë në takimet e seminarive të gjuhës të dhe kulturës e letërsisë shqipe që mbahen çdo vit në Prishtinë. Aty mblidhen shumë albanolog e jemi me fat që kemi Ulmar Kvikun, një figurë të tillë me këtë analizë e këtë studim të thellë që i ka bërë gjuhës shqipe. Ai ka shkruar edhe ditëlindjes së tij, e ftoi Rozafën na interpretoj vargjet e kësaj ditëlindje. Sa bukur rrezatojnë gjitha kujtimet së bashku. Dhe ndërsa zjarri më ngro, flaka ndriçon, po ashtu nga gjithçka që kam njohur tani dhe në rini, në rëmurin e botës dhe mes të dashurve të mi. Bota është mizore, por gjatë jetës sime kam hasur shumë dashuri në marrje dhe në dhënje. Ishte mrekullueshme të jetosh në aventurë të shenjtë, po misteri jetës është një dhuratë e shtrenjtë. Faleminderit gjithë miqve që më nderojnë e që nganjëherë takueshim në shtigjet e jetës. Unë dua t'i dëshiroj të gjitha të mirat për ju e mos u ndjeni kur të moshuar. Ju lus duke rënë në gjuhë. Faleminderit. Veç deshta një qarem të vogël për këtë poezi. Ulmar Kvik e ka shkruar këtë poezi vitin e kaluar. Edhe në fund e ka shkruar 1934, ka mendu që ka me vdek. 2024. Po ai e ka gjendjen e rënduar edhe vazhdon të jetoj, inshallah jeton edhe më shumë, më gjatë. Ju përshëndes të gjithëve ngrosisht për pjesëmarrje dhe ju dëshiroj mirëseardhje për urimimin e librave të shkrimtarit Feta Bahtiri me titull Ulmar Kvik, Albanolog Plus dhe Ulmar Kvik, Notën e poezi. Bashkëqytetari im, profesor Feta Bahtiri, njerit edhe bashkëpunëtori im që nga vitet 60 më ka dhënë udhëzimet e para edhe nga sa rrjedhën poezi, ka qenë edhe redaktori një gazete, është një krijues jashtëzakonisht i famshëm dhe ka një opus të gjerë të veprimeve të veprimtarisë e tij, që deri sot ka shkruar 27 tituj librash të gjenive të ndryshme letrare. 4 prej tyre kanë të bëjnë pikërisht me një emër të ndritur të gjuhës shqipe, me kulturën, historinë dhe traditën shqiptare. E ky është zoti Ulmar Kvik, një albanolog suedez i cili pikërisht sot e ka ditëlindjen dhe i mbushi 91 vjet jetë, prej të cilave 77 vjet ua ka kushtuar shqiptarëve. Mitrovica është zgjedhur pikërisht sot pranë ditëlindjen e tij të përore këto libra, të cilat mendoj unë janë gjevahir dokumentar për suedezin e madh Ulmar Kvik, për ta nderuar figurën e tij, por edhe autorin profesor Feta Bahtirin. Autori jep të dhëna autobiografike për albanologun Ulmar Kvik, duke ilustruar shumë me foto autentike si dhe të dhëna faktografike për veprimtarinë e tij. Në këtë libër i gjejmë krimet letrare, punime shkencore, ligjëratat e tij profesionale, politike e shoqërore, për veprimtari të ngjashme dhe në shërbim të shqiptarëve e debate të ashpra dhe kundërshtar e shqiptarëve për kundërshtarët e shqiptarëve dhe për shoqatat serbe. Autori ka prezantuar një libër me një mori vlerësimesh, shkrimesh për Ulmar Kvikun, intervista me të cilat disa përkthime janë nga gjuha shqipe në gjuhën suedeze të veprave të shumë autorëve shqiptar. Janë interesant edhe faktet e dokumentuara për interesimin dhe aktivitetin e Ulmar Kvikut në fushën e radios ndërkombëtare. Madje ai që moshën 14 vjeçare kishte dëgjuar Radio Kuksin, Radio Tiranën, Radio Shkodrën, që i kishin zgjeruar kurreshjen për një gjuhë edhe për këtë popull shqiptar dhe prej saj kohe kur më nuk ishte ndarë nga shqiptarët. Për Ulmar Kvikun,
nga autorë të shumtë janë shkruar shumë libra në të cilat është muar lartë si krijues, si shkrimtar, si ulëmtues, shkencor, si përkthyes i dalluar, kurse autori i këtij libri tregon edhe vetë titullin e ka quajtur Albanalog Plus. Unë nëse do të doja edhe njëherë do të jetoja, do të punoja me shqiptarët dhe për shqiptarët, ka thënë Ulmar Kvik. Libri të cilën e botoj sot, e përorojmë sot, 91 poezi të Ulmar Kvikut, janë të shkruar në disa në gjuhën shqipe. Pra, si vjetë i mbush 91 vjetë, dhe për këtë edhe ka shkruar 91 poezi, plus 77 vjetë vërmëtari për vërmëtarët dhe për shqiptarët. Edhe pak, edhe një shekull jetë e vërmëtari të cilën e prezenton me krenari autori Feta Bahtiri. Për të ndërruar jetën, veprën dhe vërmëtarin e tij shumë dimensionale, në shërbim të shqiptarëve me 91 vjetorin e lindjes së tij, në këtë libër botohen 91 poezi në gjuhën suedeze dhe në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe janë 7 poezi. Ulmar Kvik dhuron mesazhe dhe reflektime për jetën, për fenomenet shoqërore dhe ecurit globale, politike. Ja që ka thot për shembull për Putinin. Nëse Putini dënohet dhe varet me të vërtet, kjo do t'jetë shkas për galdin të një mendet. Aktualisht është shumë i urryer ky car për të cilin, për të gjitha të këqija që ka bërë në jetën e tij. As Trumpin dhe NATO-n nuk i kursen. Trumpin pezullon gjithçka me det që po pezullon gjithçka në SBA, është në krizën e vet, duke lënë Evropën dhe fatin paktet e vjetra që kanë vdekur pa vaj. NATO sigurisht shkon drejt vdekjes së saj. Kështu ka thënë pranverën Mahacar. Unë mendoj se një poezia ditëlindja e shkruar para një viti është lëmë të mirë se nga jeta e kësaj bote e autorit Ulmar Kvik. Ditëlindja sa bukur rrezatojnë të gjitha kujtimet e së bashku edhe zjarri që ngroh, flaka që ndriçon, po ashtu gjithka që e kam njohur në rini, në rrëmujën e botës, në mes të dashurve të mi, bota është mizore për gjatë jetës sime. Ka pasur shumë dashuri dhe marrje dhe dhënje, dhe ishte e mrekullueshme të jetosh në aventurën e shejt. Por misteri i jetës është një dhuratë e shtrenjtë. E përgëzoj bashkëbiseduesin ton, vendasin ton, autorin Feta Bahtiri, për këto 2 libra që peshojnë rënd në kulturën dhe në publicistikën shqiptare. I dëshiroj shëndet të mirë dhe krijime të reja, të vlefshme e të rëndësishme. Faleminderit. Një vështrim për figurën e Ulmar Kvikit e ka dërguar edhe profesor Bekzat Baliu, gjuhëtar, studiues i Shqipës, në veçanti i fushës onomastikës apo dhe leksikografisë, aty ku i kanë studiu emrat, toponimet, apo jo profesor. Edhe është një tekst i gjatë, besoj profesor Feta do ta ketë përbotim, por do doja të shkruaj disa paragraf nga kjo kumtesë dhe po besoj që ndoshta e kam qellu. Ai thot ndër të tjera se ky vëllim sjell një përmas tjetër të portretit të Ulmar Kvikit, të bëmave, të ndimesave të tij e si rrallë ndonjë tjetër deri më tash. Ky vëllim përfaqëson një përmbajtje të pasur tekstesh nga më të ndryshmet, përkushtuese e të përkushtuara për autorin dhe për të tjerët. Prandaj jo rastisht është bërë një përpjekje patlume autorit të veprës zotit Feta Bahtiri, që brenda librit të bëjë një sintezë paraprakët të tyre në kontekstin hapësinor gjeografik, në raport me zhvillimet historike, kronologjike dhe në raport me pasurinë përmbajtjesore të teksteve të përfshira, thot ndër të tjera zoti Bekzat. Edhe për ta përfunduar ai fjalën e tij, thot veprat e studiuesit Feta Bahtiri, Ulmar Kvik, Albanalog Plus,
Ndoshta mund të quaj Ulmar Kfik më shumë se një albanolog, mbyllet me disa opinione të miqve të tij për Ulmar Kfikun, personalitetin dhe veprën e cilit e kanë vlerësuar jo një herë dhe e kanë ndëruar shumë herë e në shumë raste angazhimin prej qytetari, intelektuali, studiuesi, përkthyesi, gjuhëtari, albanologu. Fjala është për vlerësimin e Hysén Ibrahimit, Sokol Demakut, Hamid Gurgurit, Bedri Pacit e të tjerë, të cilët në këtë rast nderojnë jo vetëm jetën dhe veprën e Ulmar Kfikut, po dhe punën dhe veprën e mikut të tyre Feta Batirit, të cilin po e përrojmë këtu ku frymon më mirë sa s'mund tjetër në Kosovë, në të vërtetë në Mitrovicë. Që përfundon fjalën profesor Dr. Begzat Baliu në një vështrim kritik për këto libra, ai ka pasur një arsye shëndetësore që sot nuk është këtu, prandaj të plot do ta ketë profesori Feta këtë fjalë. Para se me dhënë fjalën autorit, do doja mendime për jush, kushdo që dëshiron 2-3 fjalë, mund të marr fjalën. Zoti Mursel Ibrahimi, kërkoi pari, a prej vendit ose mund dalësh këto? Të lutem. Kam nderin, respekt t'ju përshëndes të gjithë juve prezentuje, qeni. Përshëndes profesorin tim të nderuar, përshëndes jurin, moderatorën dhe nikosisht kom emocione se profin e kom pas, edhe profesor, edhe drejtor. Dhe të gjitha ato këshillat, mësimet, sugjerimet që i kom marrë, unë kanë ndihmue dhe nuk i harroj që i kam përjetue gjatë kohës që kena punue. Po them, për veprimtarin e propit, për kontributin në mënyrë kontinuale të pandashme, qoftë në Kosovë, qoftë në Suedi, jemi të njoftuar të gjithë. Dhe kem nderin ne, Mitroviçali dhe Maxher, që e kemi sot edhe në këtë moshë, me këtë vëllim, me këtë punë që është duke bërë profesori. Une me folë për profesorin do të shumë, po veç obligime njeva 2-3 fjalë. Respekt profesor, shëndet të gjithat mirat familje me të urue dhe na kënderue edhe neve dhe juve të gjithve që jeni prezent, ju falenderoj. Profi, respekt, shëndet, gjithat mirat të faleminderit. Hadi profi, hadi urime të gjithat mirat. Faleminderit. Respekt. Përshëndetje për të gjithë dhe për autorin veçanti, për referuesit e librit, Veprat e Feta Batirit. Johan Erik Thuman, një studius, albanolog, një akademik i Akademisë së Shkencave të Suedis, është i pari cili ka ngritur tezën e çështjes shqiptare, se ka priardhën ilire. Pastaj, është i figura tjetër më njerë mas Thuman, është figura e Ulmar Kfik, por është një tjetër figurë e cila është analind e sakrifikuar e vrarë nga një sërb, e cila ka punuar për çështje shqiptare. Çfarë du të them këte? Du të them se profesor Feta Batiri është i vetmi personalitet shkrimtar, studiues, gjithë shka mund të themi, e cili me punën e tij, jo vetëm që e kanë ndëru vetë vetën, por e ka ndërua kombin tonë shqiptar, duke shkruar për një albanolog, Ulmar Kfik, i cili vërtet ka dhënë shumë, ka punuar shumë, ka punuar në kohën kur ne shqiptarët s'kemi qenë Suedi, dhe lobi sërb gjithmonë duke shkruar kundër shqiptarëve, gjithçka që është me keqja. Ishte Ulmar Kfik me punën e tij përmes gazetave, duke demantuar të gjithë atë politikë hegemoniste sërbe. Dhe me të drejtë profesori Feta Batiri e shkruan albanologu plus, ose unë e kisha thonë albanologu shpirtëror, sepse me shpirt në ka dashtë, me shpirt në donë, dhe ka punuar shumë. Profesorit i uroj shëndet, është frymëzues për neve, të gjithë që jemi në Suedi edhe këtu, për të punuar se si duhet të ruan misht. Misht duhet të ruan jo vetëm me gojë, por të punojmë kësaj me vepra. Profesor i dashur, unë të përgëzoj për librin. Të uroj shëndet, e të punosh edhe më shumë, edhe neve na kim mbrapa. Respekt e gjithë mirat. Urime profesor. Urime. Shëndet. Respekt.
Tani unë e kam fjallën, po për të gjithë juve që jeni të pranishëm, unë jam shumë mirënjohës që keni ndarë kohën e juaj të lirë për të marrë pjesë në prurimin e 2 librave të mia kushtuar mikut të madh të shqiptarëve, albanologut suedez Ulmar Kvik. Unë nuk dëshiroj të ndaj me emën se dike ndoshta harroj të gjithëve ju përshëndes, ju përgëzoj, ju falenderoj shumë që keni ardhur sot këtu. Por unë dëshiroj të falenderoj në mënyrë të veçantë Këshillin Organizativ të këtij përurimi dhe në mënyrë të veçantë e me zemër falenderoj miqtë e mi, profesor Fazli Hajrizin dhe Halit Beranin për angazhimin e tyre të papritueshëm në realizimin praktik të këtij përurimi. Më duhet të cek se për mua është kënaqësi dhe privilegj të merrem me krijimtarinë e një miku të madh, gjigant të shqiptarëve, Ulmar Kvikun, i cili do të mbetet i gjallë për jetë në historinë tonë të begatshme. Kur në vitin 1991 u shpërngula në Suedi për të shpëtuar kokën time dhe të familjes sime, atje hasa në shumë miq të shqiptarëve. Njeri të cilin e dallova më shumë ishte pikërisht Ulmar Kvik. Po ta rastin dhe lumturinë ta njoh për së afërmi në aktivitete e veprimtari kombëtare shqiptare, në debate politike, në për media, në për shoqata shqiptare e shqiptaro-suedeze, gjithkund ku veprohej për shqiptarët dhe për Kosovën. Gjithmonë unë grumbulloja fakte të dhëna dhe vendosa të shkruaj për te aq sa dija e mundja në mënyrë që gjërat mos të harrohen. Latinët e lashtë kanë thënë verba volant, scripta manent. Ajo që ka flitet, zhdukat fluturon. Ajo që ka shkruhet, vetëm ajo mbetet. Këtë do më thonje ka kjo fjallë urtë, kjo fjallë latine. Prandaj unë dëshiroja që shqiptarët ta kenë të shkruar edhe diçka për Ulmar Kvikun. Kështu në vitin 2012, e përmend edhe profesori Fazli, kam pas shkruar një libër me titull Miku i madh i shqiptarëve Ulmar Kvik, monografi. Pasi që 1000 ekzemplare të librit u harxhuan, në thojza, shumë shpejt, ja hyra punës, edhe këtë libër si vjetë e përpunova, e zgjerova dhe e plotësova, e pasurova me materiale të reja, aktuale dhe ja, doli në dritë libri 2 me titullin Ulmar Kvik, Albanolog Plus, monografi të cilin po e përurojmë sot. Pikërisht sot, Zoti Ulmar Kvik e ka ditëlindjen. Ai mbush 91 vjet. Shëndeti i tij është i brisht, i rënduar, por mendja i funksionon në mënyrë perfekte. Ai aktualisht lexon, shkruan, është shumë i informuar për gjithçka. Për ditë thur vargje, shpeshherë melankolike dhe i vetëdijshëm e pret përfundimin e jetës së tij në këtë botë. Mua që e kam njohur për së afërmi për një kohë të gjatë dhe që i njoh mirë meritat e sakrificat e tij për kombin tonë, këto shkrimet e tij më kanë
emocionuar. Prandaj kam vendosur që për të nderuar zotin Ullmar Kvik, i kam mbledhur 91 poezi të tij dhe botohen e prorohet, ky libër sot prorohet në ditën kur ai mbush 91 vjet. Kjo pra do të jetë dhurata më e mirë për te për ditëlindjen e tij. Unë duhet ta falenderoj shumë edhe Shtëpinë e Kulturës Recep Mitrovica dhe në mënyrë të veçantë drejtorin e saj Naser Hajdarin, që ka mundësuar përurimin e këtyre 2 librave pikërisht në ambientet e juaja, me që rast kënë nderuar një mik të madh e besnik të shqiptarëve dhe të Republikës së Kosovës. Faleminderit. Do t'ju lutem që t'ju urojmë ditëlindje bashkë Ullmar Kvikut, me një ngritje në këmbë dhe me një duar trokitje pak më të gjatë. Kështu nuk kemi tort me i prej, po këto duar trokitje do t'i shkojnë albanologut tonë të nderuar edhe e t'i urojmë ditëlindjen. Shumë faleminderit për jush që keni nda këtë kohë, shumë shpejt do të mësojnë pak më shumë, do të shkruajnë edhe më shumë, edhe për figurat tona, për profesorin Adem, për profesorin Vazhdet, për profesorin Feta, unë ka marrë për sipër. Të mbledh ato detaje, si që është i thari i detaje e profesorit Feta, ka me folë për gurë të lesicës, për ato punë që i kanë dimun anës vetë, për gjana që nuk i dini ende ju, kanë medalje ndë shesh, sepse duhet të njihen, duhet të thuhen, duhet të ndryqohen figurat tonë. Shumë knaqësi nga një libër do t'a kene, nga një uje marrë në atje, pjesën tjetër nuk e di, faleminderit shumë që jeni këto, profesor Feta, ju lutem. Kush është interesuar për libër urbane, mund të merrni. Po, pasi gjithmonë me qëllim.